Çka ka të bëjë çakalla me shërim? A ka logjik insane, e përdor trunin. Jam një vëlla prej komunës së Deçanit, një student i logopedisë, do më thonë dega mjekësisë që merret me studimin e artikulimit dhe çrregullimit të folërit. Fshatin Strellës është një vend i quajtur Temullini. Edhe aty po pretendohet se po shërohen do më thonë njerëz që kanë probleme me të folur. Do më thonë po përdoren metoda pagane me prekat çakallën edhe po shërohen personat në fjalë. Sa i përket aspektit shëndetësor, kjo do më thonë është fyrje për inteligjencën më thjesht. Ibrahimi alayhis salam ka thënë e Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa idha maridtu fa huwa yashfin." Gjatë debatit me parin e popullit të tij, pasi që kë u atheu idhujt statujat dhe filluan një debat të ashpër, duke u përpjekur secili të sjellë fakte. Në fakt ata nuk ishin fakte. Faktet e tyre ishin vetëm se kanë gjetë të parët duke vepruar kështu ndaj pipasojmë edhe ne. Ibrahimi u sjell fakte shkencore, fakte logjike të një pasnjëshme, duke i treguar se kush është Zoti, në të cilin po i fton Ibrahimi ata njerëz që ta besojnë, ta njohin për Zot e ta adhurojnë, e jo gurët, dronjët dhe në përgjithësi idhujt e statujat, të cilët as nuk shohin, as nuk dëgjojnë, as nuk flasin, as nuk janë gjendje ta bëjnë as një dëm dhe as dobi. Mesira është Ibrahimit sikik edhe këta që e ceka me lartë, edhe kur së murëm, Zoti më shëron. Allahu është shërues, huwa shafi. Askush nuk shëron pas Allahut. Allahu ka lënë ilaçet, se kom hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por po i bekuar na ka ndaluar që të mjekohemi, jo të shërohemi, nuk thuhet shërohemi, gabim, të mjekohemi me rrugë, metoda të cilat bini kundërshtim me parimet shariatike. Si për shembull na ka ndaluar të mjekohemi me alkohol. Kur Allahu i madhruar e ndaloi alkoolin, e bëri haram, njerëzit më nuk e pinin, por kishte disa prej tyre të cilët vazhdonin ta prodhonin alkoolin, ama jo për pije, për mjekim. Ndërta ishte edhe një rast që se këtë hadith, më regjin nga Emeni, i cili tha ja Rasulullah, ne që në tokën ton, vendin ton, i bim verën pej misret, për kalamuqit. Tha është haram. Tha ja Rasulullah, nuk e pina, kena kuptu që haram. Ama e bim për ilaq. Tha aje nuk është ilaq. Është innehu lesi bi deva, innehu da nuk është ilaq, por është helm. E në hadith tjetër, tha, alayhi salatu wassalam, Allah i madhruar nuk e ka lënë ilaçin apo nuk e ka bërë ilaçin fima harramahu aleikum, në atë që ka ndaluar juve, kur e pyet dikush për mjeku me alkool. Kështu që çdo gjë që është tek ne haram e ndaluar shariatikisht, që prek normat ligjore shariatike, e me theks të veçantë besimin, njështërinë e Zotit, ai është haram, pe haramat më dha, madje mund të çes në shirk. Për ata tek ne nuk lejohet të mjeku me fallxhor, me magjistar, me këta ku më shku me qitë kafatje, horoskop, krejtur, sepse e të ndaluara, sepse të gjitha vinë në kundërshtim me parimet shariatike. Në mesin e tyne në bestetni të shumta, të cilat i kanë trashëguar shqiptarët të tonë, nga të vjetët, ose i kanë shpikur këta, dikush prej tyne, me një farë inspirimi dreset larëm, të mallkum, e pastaj, thot, po ka efekt. Jesh ka hen kalip qenet, për shembull kam dëgjuar unë, dikush që ka fruthin, kanë dëgju për froth, mund të ketë ndonjë, nuk dim duke në gjuhën e trarë është froth, mund të ketë edhe emën tjetër. Po nive si froth, fruthi fëmijëve shumë i njohur, e që mund të jetë vdekjeprus nëse nuk mjekohet fëmiu, japen vakcina NK për kundër këtij fruthit. Plakat dhe ishin kur isha i vogël dëgjojsha, aty që bën fruthi, lija ujtë ku ta diun dësmundje, me shku me shtin kalip qenet, tash me lip kush ka qenë. Çka morë vesh kjo punë? Dhe kështë qëtër atje mërë një farë patkoni e të sjellë me te ku ta diun, çka morë vesh apo? Të gjitha këto janë bestetni, o të trashëguara, të përcjellura, gjenerat pas gjenerat nga paganizmi, ose të shpikura nga njerëzit e kohës për interesat e tyne, e që të gjitha këto bestetni janë barazi me shirk. Përpos, nëse njeriu nuk e din që bën shirk, mund të mos t'i konsiderohet shirk. Nga se njeriu nga njerë mund të bëj shirk, mund të bëj kufër, por nuk e din që ka bëj kufër. Andaj ulemat, kur kanë folur për kushtet e kufrit për shembull, ta zamit ma se përmend alkoolin, del dikush edhe thot, i cili nuk e ka lexuar dhe as nuk ka dëgjuar se alkooli është haram me ajet kuranor, dhe se mohimi një ajeti kuranor, respektivisht një dispozite të cekur në Kuran, sikur se alkooli, ai del pi feje, konsiderohet sikur se ta mohoj Kuranin krejt. Por
nuk e din kë. Dhe ky niset me logjikën e vet komuniste, që është rritën te, dhe thot, e pse me qenë alkooli haram? Çe biki haram ndaluar pse me qenë? Kurse është për rrushete, është për mollëse, për kumllëse, për kuta diune, varet për çfarë lloj dhe pemesh, dhe mëse për shumë, mëse dehu, pije pak kuta diune, tjerë. Tani ky person, a boni kufër, ky ende nuk mujna me thonë që ka bo kufër, ende. Përderisa t'ja kujtojmë se kjo fjalë tina, ky veprimi tina, konsiderohet kufër, nëse se ka ditë, ja kujtojmë. E nëse vazhdon edhe më tej, atëherë është kufër. Qafir ka dalë për din. Një të ngjahet të shirku. Kështu që ne nuk themi 100% se ka dalë për dinit, nuk themi se s'din. Allah i madhruar fal gjëra veprime nga ignoranca, mosdia. Fal Allahu azza wa jall. Për ata është rëndësia roli i dijes, më kujtu njerëzve, më mësu njerëzve, apo me dije njerëzve. O ju njerëz, mos shkoni në teçe mos sjell akalla të vdekurve apo kuka të varrez apo ti mos shkoni. Letë kanë i madh, kanë i vogël, kanë gjallë, sepse kjo konsiderohet shirk. E shirku është mëkati më i madh që mund të bëhet të Zotit në qiellin e dunjas. Andaj, ky veprim që se ke vllau me shkuatit e çakalla, a di çfarë çakalla? Çakalla, ke përdorur fjalën çakall, mullini ka një rrotë gure, fakt guri, në formë të rrotë, gure, në formë të një rrethi, dhe guri është ngjitur me një shtyllë poshtë, e cila ka disa flutura kështu, për me hujë dhe me sjell. Tamam? Dhe si ajo sjell gurin, funksione ka me sjell gurin, guri detyra tina është me shtyp kokrat. Po mi guri vendoset një lloj shipke, e cila të sjell guri, atë të lujt veni, non stop ajo. Dhe ajo i tregon atij mullëngjis se është të punue, është të sjell. Ati ajo për ta. Pas nalet kur, sepse uji nalet, guri sillet pa ndërprer, andaj edhe ke far nuk nalet ky far kjo ship, që kanë quajtur çakall. Ka kjo fjalë nuk e di. Tash ata njerëz që flasin shumë, thojnë po fol ka filane se çakalla e mullinit. Mos e bë çakall, po mos e bë diçka dikush që nalet kur, po nalu, që të një pikën ndërprer po shapak. Tash çka ka të bëj çakalla me shërim? A ka logjikin sa ne përdor trunin. Ose më thot më dikush atje haxha. Sa të mërmeni aty shkoa të njani mur të spit, e silke që o kibla. Të spit të tërgën ka kibla? Tja, mu po më thua. Jo s'po thëm po që ashtu vepre njani. Shqep budallakia nuk ka fund. Nuk ka definicion, nuk ka përkufizim budallakia. Letja ja falet as falet atë, me të spija pa të spija. Të spit, për të kallëzojnë ti ka kibla. Çka e ka flet? Çka po? Apo diçka po flet? Çakalla po dihmon ti po të sharon. Pra, nga ana logjike është pakashme kjo punë, që se ke nderuar, nga ana shkencor kjo punë nuk ka bazë. As nuk ka nevojë të diskutohet, po nga ana fetare konsiderohet mëkat i madh, mund ta shpije, ta çe presion në shirk. Andaj keni frikë Allahun e madhruar, mos e kërkoni laçën atë që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, respektivisht që mund të qeni shirk.